zëvendësi imi të bëhet pikërisht zotëri Abdi Gjiku. Nuk mund bëhem unë më LDK se LDK-ja. Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të reja tërësisht të panevojshme. Asnjëra prej ofertave që ne kemi bërë nuk u pranua nga kreu i LDK-s. Fillimisht ne ofruam që Lidhja Demokratike e Kosovës në bashkëqeverisje me Lëvizjen Vetëvendosje dhe me partnerët e tjerë që i kemi ne në mazhorancën prej 66 deputetëve, ta ketë zëvendës kryeministrin, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 3 ministritë të tjera. Unë kam preferuar që zëvendësi imi të bëhet pikërisht zotëri Abdi Gjiku dhe në këtë mënyrë të fillojmë një kapitull të ri të bashkëpunimit e bashkëveprimit midis Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ju e dini që edhe para një viti unë pata shkruar një letër kryetarit Abdi Gjiku, më mirë ta bëjmë tash se sa më vonë koalicionin, nuk u bë as atëherë, as tash, dhe kjo është për të ardhur keq, sepse në këtë mënyrë Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të reja tërësisht të panevojshme. Ne bëm një ofertë tjetër për Lidhjen Demokratike të Kosovës, e kjo është që pozita e kryetarit të kuvendit dhe e nënkryetarit të kuvendit të psojnë një rokad, ashtu që ose nënkryetari i LDK-s ose dikush tjetër për cilën përcaktohet LDK-ja zë pozitën e kryetarit të kuvendit, ndërka që kryetaria aktuale e kuvendit dhe ushtruesja e detyrës së presidentit, zonja Albolina Agjiu, do të bëhej nënkryetare e kuvendit aty ku tash është pozita e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nuk po insistojmë ne që me dojmë mos t'i kemi të 3 pozitat. Nuk po insistojmë. Ne, pra siç e kuptuat nga oferta e dytë, ne kemi propozuar që të ndrojnë vendet nënkryetari i LDK-s me kryetaren e kuvendit nga radhët e vetëvendosin. Vetë Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka konsideruar asnjëherë që asaj takon presidenti. Pra, ju duhet ta kuptoni situatën e vështirë në cilën ndodhem unë. Nuk mund bëhem unë më LDK se LDK-ja. Pra, vetë Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka konsideruar që asaj takon pozita e presidentit. Dhe nuk e ka kërkuar një gjë të tillë. Unë nuk mund të ofroj në negociata çka kërkohet nga pala tjetër. E para, më falni vetëm t'ju përgjigjet. A jeni me nxitim shumë, a? Jo. Dhe thënë, nuk ka mundësi unë të ofroj çfarë ata më kanë thënë që nuk e kërkojnë. Pra, ekzistojnë disa rregulla elementare në bisedime midis palëve. Dhe Lidhja Demokratike e Kosovës me 15 deputet, siç ka dalë nga zgjedhjet e fundit, nuk beson që ka të drejtë të kërkoj pozitën e presidentit. Por sa përfundova këtë takim dhe para se të vi këtu tek ju, i dërgova një mesazh kryetarit të PDK-s Bedri Hamzës dhe tash le ta shohim se çka është e mundur që të ecim përpara, por me këtë rast dua të theksoj që propozimi ynë, oferta jone që u refuzua për bashkëqeverisje me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ka qenë ekskluzive për Lidhjen Demokratike të Kosovës.